Ne kemi endokrinolog të njohur pjesë të panelit tonë, si që është profesor doktor Elton Bahtiri, pastaj kemi kardiologun Luan Përçuku, kemi një mori emrash edhe nga Shqipëria që na vinë, që është Freskida Miloti, është, nuk du me zbulu ma shumë, po janë emra të zgjedhur, janë njerëz me reputacion të fushës të tyre, janë profesionist mbi gjitha dhe vinë dhurojnë nga koha e tyre konferencës në mënyrë që shoqërisë dhe komunitetit t'i japim diçka nga ekspertiza jonë. Pjesëmarrësit që kanë me marrë pjesë në këtë konferencë, a mund është më tregu pa kush mund të me marrë pjesë, a keni ndaj target audiencë, apo është i hapur për të gjithë? Duke marrë parasysh temën që trajtohet, stili shëndetshëm i jetës, të paktën nga mosha madhore 18 dhe palimet, sepse e dim që nga njëherë gjeneratat më në mosh 20-25, Trakla po kësirë me ndushëm, Trakla se e preken pik dokës. 50, e kanë disa veset të cilat ju janë pjekëve, nuk mund t'i eliminojnë, po mirë po mund të bëjnë reduktimin e risqeve, do më thonë mund t'i zavendësojnë me sene me alternativa tjera, që për shumë të duhan pirja ose këta dion. Kemë konsumuse, po nëse nuk mund është me lënë duhanin që është gjeja me mirë me, bo mund është me kalu në alternativa tjera që nuk të mëtojnë a i shumë shëndetin. Mirë, po, premtoj që ma nuk e nguci. Ja, i thësha Latines që unë jem i vjetër, i këmë do shumë vjetë. Qau, a përshë, U bo zgjidhja. Mirë, po, për këtë problem. në rritet tona sociale kemi shpërnda vegzën për regjistrim, për gjithë interesuarit, dhe janë të mirë se ardhë, pastaj edhe të kontribujnë në dialog, pas çdo paneli do të ketë pjesë të pyetjeve dhe përgjigjeve, dhe ku mujmë, do me thonë, me ndërtu pak nga pak, apo me hedhë themelet, e një diçkaje që do t'jetë e përveçme dhe do t'bëhet e zakonshme më si event, si lifestyle conference, e në mënyrë që edhe komunitetit edhe politikave t'ju kontribujmë me të gjeturat e konferencës. Nëse pak a shumë e shikojmë Prishtinën si kryeqytet i Kosovës, edhe se nëse e shikojmë stilin e jetesës së të rive, e shaj që të paktën ata që nuk vujnë nga veset e ndryshme, edhe që në fund ditës në shtas nuk është që e marrin iniciativën me ndru këtë ves, po besoj që ka me qenë një konferencë shumë e mirë edhe shumë fitimprurse për krejt ata që dojnë me marrë pjesë edhe me qenë. Më pëlqej lokacioni në qendër të Prishtinës. E qashme, nuk ka me thonë, nuk kam mujt me ardhë, s'kam si me ardhë. A ka orë caktume që fillon konferenca? Është nga ora 9 deri në ora 2, mund vi në secilin panel që dëshirojnë marrë, nuk është të detyrueshme me qenë për gjatë gjithë konferencës, për gjatë gjithë kohës.